Dy shtetas të Kosovës janë ekstraduar në SBA ku do të përballen me aktakuzën për dëmtim të qytetarëve amerikan. Njoftimi është bërë i ditur nga ambasada amerikane në Prishtinë. Dy shtetasit, konkretisht Ardit Kutleshi, 26 vjeç, dhe Jetmir Kutleshi, 28 vjeç, u arrestuan më 12 dhjetor të vitit të kaluar, pas kërkesës së SBA-s për ekstradim. Ata akuzohen se mbikëqyrnin faqen e internetit Raidox, ku bëhej shitja të dhënave personale të vjedhura për kryerjen e krimeve kibernetike dhe mashtrimeve. Dy shtetasit akuzohen për vjedhje identiteti dhe mashtrimi, të lidhura me rolin e tyre si administrator të faqes. Ata akuzohen ndër tjerash se kanë shitur të dhënat e kredit kartelave të mira qytetarëve që jetojnë në SBA. Sipas Departamentit të Drejtësisë, nëse shpallen fajtor, ata mund të përballen me 20 vjet burg për akuzën e pastrimit të parave, 10 vjet burg për mashtrimin me kredit kartela, 5 vjet burg për secilën nga akuzat e vjedhjes së identitetit, si dhe një minimum të detyrueshëm prej 2 vjetësh burg për akuzën e vjedhjes së rëndë të identitetit. Në akt akuzën e ngritur nga distrikti perëndimor i Pensilvanisë, edhe një tjetër shtetas i Kosovës i identifikuar si Shpend Sokoli është arrestuar në Shqipëri nga SPAK për të njëjtin rast.